Prokuroria e posaçme ka përfunduar hetimet për 2 ish prokurorët e Sarandës, Kledjan Llaho dhe Çlirim Shahini, dhe ka dërguar çështjen në gjykatë për shqyrtim. Llaho akuzohet për korrupsion, ndërsa Shahini, i cili aktualisht ushtron profesionin e avokatit, për ushtrim të ndikimit palishëm. Sipas PAK, ish prokurorët u përfshin në një skem korrupsioni që kishin si qëllim zbutjen e masës së sigurisë ndaj shtetasit Pando Papuçi, i cili ishte shpallur në kërkim për ndërtim pa leje. Papuçi, pasi kishte arritur të shmangej drejtësisë për 2 vite, u arrestua dhe doli para gjykatës, ku brenda një ore masa e tij u ndryshua me kërkesë të prokurorisë. Hetimet provojnë se ish prokurorët kishin kërkuar dhe përfituar para në këmbim të ndërhyrjes në procedurat gjyqësore. Llaho dyshohet se ka marrë 30.000 euro nga biznesmeni Vasil Bakalli, shuma që u pagua në Greqi. Shahini dyshohet se ka marrë 25.000 euro për të kërkuar nga gjyqtarja Edona Vajushi që masa e sigurimit të Papuçit të ndryshohet në detyrim paraqitje. Totali parave të dyshuara të përfituara nga skema arrin në 55.000 euro, ndërsa gjyqtarja Edona Vajushi nuk është në akuzë. Në hetim mbetet edhe biznesmeni Vasil Bakalli, i cili dyshohet të ketë luajtur rolin e sekserit mes prokurorit Llaho dhe të pandehurit Papuçi. PAK vlerëson se kjo skem dokumenton korrupsion të organizuar brenda strukturave të drejtësisë.